5 maj 7 burimet e gëzimit. Jam jashtë mase i gëzuar në gjithë shtrëngimin ton, e 2 Korintasve 7:4. Është kaq e jashtëzakonshme që gëzimi i palit është pabesueshmërisht i qëndrueshëm kur gjërat nuk ecnin mirë. Nga erdhi ky gëzim? Së pari, ky ishte mësimi i Jezusit. Lum ju kur njerëzit do t'ju urrejnë, gëzohuni atë ditë dhe kërceni, sepse ja, shpërblimi juaj është i madh në qiell. Luka 6:22-23. Telashët për Jezusin e shtojnë thesarin tuaj në qiell, thesar që do të zgjatë shumë më tepër se toka. Së dyti, gëzimi vjen nga fryma e shenjtë, jo nga përpjekjet, as nga imagjinata apo prejardhja jon familjare. Fryti i frymës është gëzimi. Galatasve 5:22. Duke e pranuar fjalën në shtrëngim të madh, me gëzimin e frymës së shenjtë, e para Thesalonikasve 1:6. Së treti, gëzimi vjen nga fakti që i përkasim mbretërisë së Perëndisë, sepse mbretëria e Perëndisë nuk është ngrënët dhe të pirët, por drejtësi dhe paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Romakëve 14:17. Së katërti, gëzimi vjen përmes besimit, domethënë nga të besuarit në Perëndin, dhe Perëndia i shpresës let ju mbush me çfarë do gëzimi dhe paqeje në besim. Romakëve 15:13. Dhe në këtë siguri e di që do të ri dhe do të qëndroj me ju të gjithë për përparimin tuaj dhe për gëzimin e besimit tuaj. Filipianëve 1:25. Së pesti, gëzimi vjen nga soditja dhe njohja e Jezusit si Zot. Gëzohuni gjithnjë në Zotin. Filipianëve 4:4. Së gjashti, gëzimi vjen nga bashkëbesimtarët, që mundohen fort për të na ndihmuar të përqendrohemi te këto burime gëzimi dhe jo te rrethanat mashtruese. Jemi bashkëpunëtor të gëzimit tuaj. E 2 Korintasve 1:24. Së shtati, gëzimi vjen nga efektet shenjtëruese të shtrëngimeve. Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon durimin, durimi përvojën dhe përvoja shpresën. Romakëve 5:3-4. Nëse ende nuk jemi si pali kur ai thot jam jashtë mase i gëzuar, ai na bën thirrje të jemi si ai. Jini imitues të mi, ashtu si unë jam i Krishtit. E para Korintasve 11:1. Për shumicën prej nesh, kjo është një thirrje për lutje të zellshme, për shkak se jeta e gëzimit në frymën e shenjtë është një jetë e mbinatyrshme.